Edison, je I vetmi piktor në Belësh. Sa vjet ke në këtë profesion? Në këtë profesion kam shumë herët, që në vitet 90, 94 kam haruar liceun artistikun në Ufrin në Elbasan. Pata një shkëputje të vogël për çështje e emigrimit të gjithë shqiptarët dhe kam rreth 15 vjet që punoj në mënyrë të vazhdueshme për ditë. Zakonisht kush është zhanri I pikturave tua? Ku rreth më tepër? Më I preferuar. Unë jam universal, I bëj të gjitha rrymat, por më shumë më pëlqen portreti dhe peizazhi. Nga kush e ke trashëgimi këtë? E kam nga gjyshi im. Gjyshi im ka qenë piktor autodidakt dhe piktoronte vazhdimisht. Dhe u rrita me atë lloj fryme, kjo I vogël, u rrita mes ngjyrave. Deri tash sa piktura keni në inventarin tuaj? I mbani mend? Këtu është gabim që kam bërë, unë kam shumë piktura. Unë punoj edhe 3 muaj të verës në Durrës që punoj me portretin dhe është krenari sepse pothuajse në gjithë botën është një portreti im me laps I varur në mur. Në të gjithë Europën, edhe në Japoni kam qenë, edhe në Afganistan, edhe në Pakistan, edhe në Izrael, në gjithë botën pothuajse. Këto vendet e Europës to nuk bëhet fjalë, në çdo vend. Më jep puna edhe eksperjenca që punoj në Durrës. Kjo eksperiencë, kjo punë, sa të ka vlejtur? Edhe për njohjen tënde si piktor në vend? Pikërisht, kjo na ndihmon që edhe të njihemi, edhe këtu në Belësh me thrasin piktor, zakonisht nuk bandin edhe shumë emrin, shumica me thret piktor, dhe këtë mundësi ta bën vetëm arti. Arti ta arrin këtë lloj njohje, këtë lloj gjëje. Aktualisht vetëm pikturën ke si profesion, merresh dhe me punë të tjera? Momentalisht kam vetëm pikturën dhe mbaj familjen me pikturën në art. Prandaj edhe e adhuroj, e dashuroj sepse po shkolloj fëmijët me art. Domethënë jeni baza ekonomike, piktura. Po, piktura është baza ime ekonomike. Shqyr Zotit punoj se edhe falshës, edhe zona jonë. E dun art, në përgjithësi.